O Kristian, pa dem baba dem më vlla imi ne këtu, a jemi kështu? Tash ti kontestojsh ti autoktonin e historin, po sigurisht që i irriton shqiptarët. Ne në vazhdimsi u kemi bërë thirrje këtyre tanëve që shkojnë i lajnë komët Kristianit. Le ta braktisin barakën, sepse nuk është mirë për ata, për familjet e tyre, se të gjithë ata që kanë punuar kundër të interesave të shqiptarëve, i kanë lanë hije të zezë familjeve të tyne si Rahman Morina, Ali Shukri e shumë të tjerë. Në çdo takim që nuk kanë qenë të pakt, nga Struga e Prespa deri në Kumanov, u kemi bërë thirrje largoni sa më parë, sepse e para nuk e keni legitimitetin për të përfaqësuar kombin shqiptar në Maqedoni, në veriut. E dyta, lëre që nuk din të përfaqësojnë. Kjo është pikë tjetër. Nuk e kanë bërë, por detyra jonë është e gjithë ne këtu, si aleancë kombëtare, të punojmë me njerëzit. Unë takoj njerëz për ditë për funksionarë të ndryshëm, ku vinë e kërkojnë falje. Kemi votuar duke menduar që sjellim ndryshimin dhe bojnë mbi në Zot e në tokë, këta na sollën poshtrimin. Tani këto kanë sjell poshtrimin.